Largimi i Viktor Orban duket se ka destabilizuar disi situatën politike në Serbi, por dhe Maqedoni të Veriut, pas deklaratës së këtij të fundit se menjëherë do të ekstradoj ish kryeministrin Nikola Gruevski drejt Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Hristian Miskovski dërgoi një mesazh të qartë ish kreu të VMRO-DPMNE-s, Nikola Gruevski, duke theksuar se kthimi i tij në vend do të shoqërohej menjëherë me dërgimin në vuajtjen e dënimit në burg. Nëse Gruevski paraqitet në Maqedoni dhe ka një vendim të formës së prerë, atëherë institucionet do të veprojnë menjëherë, ai do të sigurohet nga organet e rendit dhe do të dërgohet për vuajtjen e dënimit në burg. Ne jemi një qeveri ku ligji vlen për të gjithë njësoj dhe askush nuk është mbi ligjin pavarësisht funksionit që ka pasur më parë, u shpreh në ndër të tjera Hristian Miskovski. Gruevski është dënuar me 9 vite burg për pastrim parash. Nga ana tjetër, lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe kërkoi nga qeveria që të riaktivizojë menjëherë procedurat për ekstradimin e Gruevskit dhe të hetojë siç thanë ndikimin financiar të ish kryeministit hungarez Viktor Orban në Maqedoni. Ai akuzoi gjithashtu qeverinë se ka lidhur interesat strategjike të vendit me qarqe të afërta me ish pushtetin në Hungari, duke theksuar se opozita do të kërkojë përgjegjësi dhe transparencë për këto marrëdhënie. Sipas tij, kjo klimë e re politike pritet të reflektojë edhe përtej Hungarisë, duke paralajmëruar zhvillime të reja në rajon dhe në vend. Debati për rikthimin e Gruevskit në Maqedoninë e Veriut u aktivizua pas humbjes së Viktor Orban në zgjedhjet në Hungari, ku i është dhënë azil politik ish kryeministrit të Maqedonisë së Veriut.